Është viti i tretë që organizohet Swim to Freedom. Është organizuar për herë të parë në vitin 2023, vitin 2025 si vjet përsëri. Ideja është një aktivitet sportiv, po në memorie të atyre djemve dhe të vajzave që sfidun komunizmin. Është kënaqësi për me pas sportista dhe amateur të sportit nga gjithë Shqipëria. Është një gjë shumë e bukur që me vlerësu jo vetëm sot me të ardhmen, por përveç kujtimit të tyre djemve dhe vajzave që kanë ikë atëherë, kena shumë djemve dhe vajza që po ikën edhe sot. Nuk po ikën me det, po ikën me avion. Të shpresojmë që të ndryshojmë me tona mënyrat që këtë djemë këtë vajza të rinë Shqipëri. Dua të përgëzoj deputetin Kliti Hoti, i cili është në të disatin vit që e përcjell mesazhin e kësaj atmosfere, kësaj veprimtarie, duke rikujtu këtu gjithë sakrificën e gjithë atyne që morën guximin dhe vullnetin të përshkojnë 4 kilometra për me dalë në Maltëzi. Pra ishte një rebelim kundër sistemit të komunizmit, sistemit më të egër në Ballkanin perëndimor dhe forca e tyre brendshme. Ajo urrejtja që kishin ndaj atij sistemi nuk pa asgjë tjetër dhe sakrifica ishte përballë jetës së tyre. Kështu që unë e vlerësoj shumë këtë aktivitet të sotëm, gatishmërinë e gjithë këtyre njerëzve që u solidarizun, duke na rikthyer edhe një herë mbrapa me kohën dhe duke na bë me kujtu se sa rëndësishme është liria, demokracia dhe fjala e cila duhet të jetë në themelet e asaj që është më rëndësishme në krah të qytetarëve dhe në krah të demokracisë dhe lirisë së fjalës. Jo vetëm një nga ata, por i mbijeturi vetëm nga plumët atyre që nga prisin ne këtu. Ja, ku i ke fizikisht, një këtu dhe një në kokë këtu, tej për tej. Falë Zotit jam gjallë, se ka pas dhe mjekësi atër. Ka pas mjekësi shumë të mirë, unë kam shku një gjanje që s'duhet isha gjallë, edhe i falënderoj mjekët. Ne atër në mungonte çdo gjë. Kryesore që në mungonte ishte liria. Edhe titulli i aktivitetit sot është Swim for Freedom, që do thotë notoni për liri. E falenderoj në mënyrë të veçantë Kliti është organizatori, që është kujtuar për minjo e nëjnës. Ne jemi një kategori njerëzish që kemi sakrifikuar për lirin, kemi vu jetën diskutim. Pse? Ja dinim vlerat e lirisë. Dhe përplasjes me atë regjim diktatorial, të gjithë shqiptarët asaj kohe duhet ndihen keq. Janë bozlinë e nesh. Sa ata duhet të kishin nevojtëshim. Dhe s'kishin guxim të ngrihesin. U ngritën më vonë. Falenderoj Zotin që jam gjallë. Ju falenderoj dhe ju të gjithë këtu që idealës në përkujtim të herojve të lirisë. Jo se jam unë pjesëmarrës në atë, por vërtet djemë të ri që nuk doronin shtypjen, nuk doronin padrejtësitë, që dini qa është liria, qa është perëndimi. Ne i dinim ku shkonim. Nësa ignoranti që më vrau mua nuk dinte që po bën fare.